Mazhoranca nuk mban premtimin e saj me anë të kryeministrit Sali Berisha për t'i dhënë opozitës shumicën në komisionin hetimor për zgjedhjet e qershorit 2009. Gjatë shqyrtimit të ofertës së socialistëve në komisionin parlamentar të ligjeve, mazhoranca ka cilësuar si antikushtetuese kërkesën e socialistëve për shumicën në komision, si dhe kërkon qartësimin e objektivit të hetimit të këtij komisioni. Relatori i mazhorancës Viktor Gumi ka theksuar se 3 pika të kërkesës së socialistëve vinë në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjeve në fuqi, për këtë shkak duhet riformulimi i saj. Pikat 2, 3 dhe 4 të projekt vendimit duhet të riformulohen në mënyrë të pranueshme nga këndvështrimi kushtetues, cilësi që ato nuk e kanë në formimin aktual të paraqitur. Këto pikat duhet të shndrohen nga përmbajtja aktuale antikushtetuese që posedojnë në formulime me përmbajtje kushtetuese, duke njohur, respektuar dhe mishëruar në tekstin e tyre respektimin së pari të Kushtetutës, së dyti të kodit zgjedhor, së treti të ligjit për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore, së katërti ligjit për mbrojtjen e dhënave personale dhe së pesti kodit të praktikave të mira për çështjet zgjedhore të Komisionit Venecias dhe së gjashti në përgjithësi të gjithë vendimet e gjykatës kushtetuese të nxjerra në fushën e hetimit parlamentar. Për sa më lart u takon nismëtarëve të identifikojnë, vlerësojnë mbi këto parime, të metat e projekt vendimit, boshllëqjet dhe kundërshtit kushtetuese që ai përmban dhe më tej të gjejnë suksesshëm rrugët dhe mjetet për korrigjimin e plotë të tyre. Opozita ka kundërshtuar relacionin e mazhorancës dhe njëkohësisht e cilësoi atë si qendrim politik. Nënkryetari i komisionit Fatmir Xhafa tha se mazhoranca nuk dëshiron hetimin e zgjedhjeve. Ky relacion, zotrinj, ka vetëm një fjali. Partia Demokratike kundër Partisë Demokratike. Dhe është e thjesht fare. Këto për cilat po flasim ne janë pjesë e dialogu dhe konsensusit politik. Ne kemi shënuar në projekt vendimin ton vetëm ato pika që janë pjesë e këtij dialogu dhe konsensusit politik të arritur ndërmjet palëve. Asgjë më shumë. Ato që keni kontestuar ju në vazhdimsi, ne i kemi përjashtuar nga objekti i këtij hetimi parlamentar. Ne nuk mundet të bëhemi pjesë e këtij procesi. Për ne është e qartë. Ju duhet na thoni, nëse ju jeni dakord me dhe keni të njëjtin mendim me relatorin tuaj, ne nuk jemi pjesë e këtij procesi. Por kreu i komisionit Ilir Usmajli, duke vlerësuar relacionin e Gumit, tha se ky nuk është një vendim politik, por vjen në përputhje dhe njëkohësisht në respekt të Kushtetutës. Unë do ta çmoja jo vetëm për analizën juridike relacionin e zotit Gumit, do ta çmoja edhe për shkak të faktit që ai respekton deri në fund ofertën politike të mazhorancës. U përpoq zoti Xhafa të na mohonte këtë gjë, në fakt nuk ka të drejtë, sepse oferta politike e mazhorancës ka qenë dhe është në fuqi, është e gatshme për të implementuar. Në çdo kohë në rast se kolegët socialistë do ta pranonin që ta ktheni në kushtetueshmëri kërkesën e tyre. Opozita braktisi mbledhjen ndërsa anëtarët e mazhorancës miratuan të vetëm relacionin e deputetit Viktor Gumi.